kush mendon që kocka është një organ inert që është krijuar, është formuar dhe nuk lëviz me asgjë aty, pra është një gjë e thatë, e fortë që nuk ndodh me asgjë brenda, e ka shumë gabim. Kocka është një organ i gjallë ku në çdo moment të jetës së njeriut ndodhin procese të formimit dhe të shformimit. Qëllimi i çdo njeriu që do të shmangi osteoporozën dhe të ketë kockat të forta dhe të shëndetshme është që të shmangi ato procese të cilat ndikojnë në çbërjen e indit të kockës. Dhe dy janë faktorët që ndikojnë shumë në formimin, në bërjen. Numri 1 është lëvizja, aktiviteti fizik, dhe numri 2 është vitamina D.